pa problem, pra asnjë automjet ose asnjë mjet tjetër nuk mund të lëvizë përveç kuajve këtu në këtë zonë. Këtë ta keni maset sigurt. Përshëndetje Rakip, përshëndetje dhe shumë respekt edhe për ti. Përshëndetje për gjithë ju që na ndiqni, që jeni duke na ndjekur ko pas kohe në klubin ton apo në faqen e klubit Horse Riding Bozovca. Pra klubi Horse Riding Bozovca është në disponim në çdo moment, pra për të shërbyer klientët apo mysafirët nga gjithë anët apo viset tona që vinë dhe shijojnë këtë bukuri apo këtë vend parallor këtu në Bozovcën e Sharit. Pra, i argëtojmë edhe me këngë disa pra që kanë qenë edhe kanë përjetuar, kanë provu këtë eksperiencë me kuaj. Është momente të paharruara këtu. Thush që fajtim një këngë, çfarë këngë doni, dhe një këngë folklorike kështu, patriotike, dhe një këngë pak ma popullore. Hajde shkojnë edhe pak me shpërndarje, pra shkojmë edhe pak në arritet numri. Rashidi e kërkon dalë në qytet, unë me u shëtit. Rashid do taknoj veç për respekt atë këngën, pastaj do të nismi me disa këngë që i përshtaten këtu edhe natyrës, ambientit. Mora fjalë. Edhe mora fjalë do ta këndojmë. Ju mund të na shkruani pra për këngët që i preferoni më shumti. Mora fjalë. Mora fjale, mora varikun, mora qarikun, me i thur kong. Me i thur e kong bash legendari ti kandoj. E ti kandoj Adem Jashari ti kandoj. E tash sa vjet se shepre kozin dhe reqakun. Tash sa vjet. E tash sa vjet se shedrenicën. Tash sa vjet. E tash sa vjet dhe Mitrovicën. Tash sa vjet. Që adem e që po thane zoqte molit dhe bilbila. Që adem po thane lule dranda fila. Që adem po thane kongën e thonë dhe trimat. Që adem që u shpejt e që u shpejt mas rite fari thotë në në lokja që se mjaft. Ta fladiti balin toka që se tim. E te karekone tani Kosova ti adem. Respekte, përshëndetje për të gjithë. Edhe një këngë ka kërkuar Rashidi, një këngë dal qytet unë mu shëdit. Do t'ja këndojmë edhe Rashidit atë këngë. Faleminderës për gjithë pra që s'mundem edhe dikuj me ja përmend emrin se s'mundit i shoh të gjithë komentet. Edhe një folklorike, pra edhe një folklorike pa tjetër që do ta këndojmë. Dal qytetun me u shëtit, po pa ti s'kalon kjo dit. E më shkoj me ndjale të rqojm, e për me shkrujom, e nuk i gudzojm. O më shkoj me ndjale të rqojm, e për me shkrujom, e nuk i gudzojm.
O çfarë mendje pas ke pas, e po ta në zemrën me ma plas, e s'pari herun e kur te pash, e zemrën time ti ta dhash. O s'pari her kur te pash tim, e vaj ma qajnë mu e si të mim, e po ja ulani e po rosim, o mas lakmoni dashurim, e nuk e kamun e perinad, e kjo dashnia e s'len rehad, ja nuk e kamun perinad, e kjo dashnia e s'len rehad. Edhe dikush e kërkoj pra një këngë folklorike, që tash do t'ja këndojmë edhe një këngë pra folklorike pra. Majki, përshëndetje për gjithë pra, që na ndiqni pra dhe jeni duke na ndjekur ko pas kohë këtu në TikTok. Herët e kerak. Po ma mirë, herët se vonë be. E që tash jemi dikush besoj që ka qenë këtu në Sinën e Verës, rrugës për në Leshnic, apo te ujvara Leshnicës, jemi duke ecur pra, dhe shumicën e kuajve pra i kemi pa njerës në këtë drejtim. Respekt e Rashid pra, dhe do të vinë disa misafir nga Austria, Slovenia, që janë duke zbritur nga Titovërvi me skia pra, duke skiuar pra, dhe do të zbresin në Leshnic dhe ne do t'i shkojmë, do t'i marim me kuaj dhe do t'i shoqërojmë deri në Bozovc, pastaj do t'vije transporti do t'i marre. Unë jam nga Bozovca e Sharit, që e dim pra gjithë pra Bozovca ku gjindet tu në thellësi pra të malit Shar. Edhe një këngë pra do ta këndojmë pra folklorike që mos e teprojmë shumë me fjalë dhe ju lan që t'i shijoni pra këta bukuri dhe t'i kënaqni sit, duke kalëruar na në këta lisaj ose ndër këta lisaj të bukur, me të vërtet ja vleka në stinën e dimrit të ecish me kuaj. Që si që shifet pra ka 30 ose 40 cm bor. Ani maj Shqipni jo mose, e thuj se mbarohi jo vam. More se gjem tu e ham, e loja njajale. O kam nau qumare rep ta kosojo vam, e bajnë lufte në balper, e bajnë jalim. E kërkojnë ndjes që s'mundi ta hap pra se jam live o. More ishin vite tom, o ma të vështira, more menimi jenon e qina u e dhjetem. O kur Kosovën e mbloje gërësina, e u dojnë me fshi o shdo gjambim e dhejim
Faleminderit për të gjithë ju që na shkruani komente pra pozitive dhe na ndiqni këtu në faqen tonë Horse Riding Bozovca. Më i ke lipo në more bilbil. more bilbil me penda yeşil. More bilbil me penda yeşil. Wa pernica uska taunit u bahna rezil. Pernica uska taunit u bahna rezil. U bahna rezilem u marovam. U bahna rezilem u marovam. Sautsane katonit suhne moram. Sautsane katonit une moram. Hayde tite namay lulya heşmeyom. Hayde tite namay lulya heşmeyom. Kemi uybunarim da shuj çeşmem. Kemi uybunarim da shuj çeşmem. Hayret. Haydi. O maj, po se di be këto si të të pranoj unë shtash se durët I kam dzanta. Shtasha telefonin të mboj. Me dorza jam, a kalin ta komandoj. Kërkojnë djes be po si duhet të të pranoj be këto vesh. Minus 13 gradat është për momentin këtu. Për bez, po se me gjithë qef do të pranojsha. I këm durët zënta me të vërtet beson. Ma erë, mi tatë falemderës, ma erë, taj si kalon, haje, ma erë. Valla pak, kemi pak ftot, po jo dhe shumë, se na jemi të mësum, edhe na jemi halis sharit, si dojni ta dini, nuk kemi shumë ftot. Vendi është afër Leshnicës, në Bozovcë të sharit. Ma ka hup min tili, o, se di kum kara e om. Se di kum kara e om. Ma ka hup min tili, o, se di kum kara e om. Se di kum kara e om. Rethem retha barit non me lote kam la e om.
e me late kam e mos e laj me late e mori luli e mori luli se ta vjen dilberia e ta sjell në shtëpi e ta sjell në shtëpi se ta vjen dilberia e ta sjell në shtëpi e ta sjell në shtëpi do t'i këndojmë pra nga pak se ta rujmë pak energjin, ta rujmë edhe zërin pak. Faleminderit gjelosh, faleminderit për gjithë, faleminderit respekte për të gjithë ju dashamir, ardashës apo adhurus të kalërimit, adhurus të natirës. Respekte më i ki edhe për ti, respekte edhe dikën që s'ko mund të përshëndes apo që s'ko mund të me realizu komentin, mund të na shkruani prap. E ftohtë është 13 gradë minus është ftohtë në këtë moment pra. Ja dhe ushtima e rekës apo është e kënduam atë mjasharin, kërkoj edhe një këngë tjetër pra do ta këndojmë edhe një këngë, po mund ta këndojmë edhe një herë atë mjasharin se atë mjashari ka qenë legend apo heroj i Kosovës. Këtë këngë kum këndu shumë herët. Zbrita poshtë pra për t'ja regullu lojtarin se i kishtra poshtë. Vendi është Bozovca e Sharit, Bozovca bashkë në mal apo në zemër të malit Shar. Jeni të mirëseardhur të gjithë. Vetëm një rezervim mund të bani, mund të na kontaktoni pra në rrjetet tona pra në Instagram, Facebook apo TikTok apo Instagram apo në WhatsApp mund të na kontaktoni edhe numrin e keni te faqja. Kur të doni pra jeni të mirëseardhur pra në shtëpinë tonë apo në klubin ton se me të vërtet ja vlejka sot pra është një dënshmëri shumë e borës këtu në Bozovc dhe është kënaqësi të kalorosh apo ta përjetojsh këtë eksperiencë minus 13 gradë pra në këtë moment. Nuk dalim nuk dalim regullisht se duhet me pat kushte dhe duhet me i rezistu pra njerëzit se me të vërtet është shumë ftohtë, po na jemi të mësuar dhe dim këtë se si duhet të jesh i përgatitur. Po në këtë rast na ka zënë halli pra se na kanë thirrë disa mysafir kanë ardhur nga Austria ose nga Slovenia, nëse nuk gaboj janë di grupe. Janë shoqëruar me ratrak
nga kodra e diellit dhe në Titovorf, pastaj do të lishohen me skia, pra do të skijojnë, do të zbresim poshtë në Leshnic dhe ne do të shkojmë me kuaj, do t'i marrim dhe do t'i shkojmë në Bozovc. Dhe pastaj do të vije furgoni ose kombi ose bashkëpunëtori i tyre do të vije me një automjet dhe do t'i marrë, do t'i shojë përsëri pra në kodrën e diellit dhe na jemi të detyruar, jo se në këto kushte pra është pak problem të dalish dhe të bësh një shërbim, po megjithse jemi një klub dhe jemi shumë mirënjohës ndaj njerëzve, edhe ata pra janë të apasionuar mbas sportit vet dhe na duhet t'i shërbejmë. Besoj që dikush e kupton. Këtu në këtë moment dhe në këtë vend pra nuk mund të lëviz asnjë automjet përveç kuajve dhe ishna të detyruar pra të shkojmë dhe t'i marrim. Ato e kanë pak si sport të lishohen me skia kështu në vende ku janë ma ekstrem. Hec morki, hec. Faleminderit Ben, faleminderit për gjithë, faleminderit. Kush ka qenë këtu në klubin tonë dhe ka bën një shëtitje me kuaj, apo e ka përjetu këtë, e di pra çfarë do të thot pra të kalorosh në Bozovc apo në një vend malor, në një vend prallor pra, duke kaloruar ndër këta lisaj të bukur, siç shifet pra. Nga disponimi, aq që kam disponim dhe besoni se kam shumë adrenalin, nuk kam as pak të ftohtë, besoni këtë çka ju them se me të vërtet ja vlejka. No stres. O mar pampur o tup kuqin të lad, o qish na I more o këta o dil perat, o re pampur o I zim, e o fafnat gur e bete zim, o ka dalë nona në qashtë e vlisem, o pa I fshin lotet me qashtë e shamisem, e rruga e mbaron bir, o fafnat gur e bete zim, o ka dalë baba në qashtë e sokakut, o pa I fshin lotet me qashin e shallit, e rruga e mbaron bir, e o fafnat gur e bete zim. O, s'ka rrush, o. Tu prej rrushës me diko, mo, shok, se a rrusha kështu nuk bën asgjë. Hajt, hec. Hec mort, hec mort, hajt, hec, na, hajt, hec. Hajt, hec. Hajt, hec. Vendi është në Bozovc.